bën ndonjëri. Kati mirëmëngjes. Jo, s'ka gjë, do me thënë. Ja, ule zërin telefonit, të po bënte. Ti ule zërin telefonit, mund të vendosësh pazile. Si dihet, mos merr dhe një faleminderit mirë dashur. Ka nisur puna, ka nisur, kuzhina plot. Këte i po gatuat, këte është ndezur soba. E mirë, edhe fura është ndezur. Shiko, si ditë e vrentur, si ditë pak si e ftohtë, si ditë si kur do na vijë pak shi sot. Po, pra ishte si me vranësira. Kështu që menduam të ndryshojmë, të bëjmë ca gjëra dhe neve që tu përshtatemi edhe kohës sot. Atëherë mirëmëngjes të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ftoj tu tek Këndi i Gatimit bashkë me Anilën time për të treguar receta që do përsillim për juve sot. Mendoj se do kemi receta të mira dhe të pëlqyeshme edhe për ju, që do të thotë shikoni këto specat e kuqe, zakonisht tani në dimër janë më të konsumueshme këto. Dhe sot kam menduar jo turshi, jo me gjizë me djath ose me kështu ves, por do t'i bëj me pak mish të grirë. Kam hedhur qepën mishin e grirë si që shikoni, kam filluar punën Anila, mos të thua se prandaj s'ka pak kohë që të merresh në gjë tjetër. Dhe këtu, pasi është qepa edhe mishi që na është bërë gati, këtu kam një mix, do me thonë, mix erzash, ato që me piper të kuqë, speci, ndonjë majdanoz të thatë, nëse ju gjendet, kështu. Mix erzash Rigon, edhe këtu është mikserzash, edhe këto. Këto më ndodhen mua, ndonjë turmerik nëse keni, çfarë të ndodhen juve në shtëpi, faktikisht sa lloj recete i shkojnë. Dhe madje bëhet një kombinim shumë i mirë. Edhin këto erzat, të aromatizohet qepa edhe mishi, ndërkohë që unë kam shtuar më përpara edhe krip. Pra themi te mishi grirë nuk kemi nevojë që mos ta shtojmë kripën që në fillim fare, përkundrazi e duam që të na zbutet edhe të mos na krijohet kokriza mishi, bashkë edhe me qepën. Mund ta filloni fillimisht mishin përpara për të nxjerrë shije, të aromatizohet, dhe më mbrapa të shtoni qepën, qepa e zbut pastaj bashkë edhe me kripën. Kështu që jemi mirë deri këtu pasi kemi shtuar dhe erzat. Tani është momenti që do të shtoj edhe orizin, sepse shikoni si do ta bëjmë, të mbushura duke shtuar edhe oriz. Pra një kavërdisje, do me thënë një përzierje dhe të orizit. Do të shtojmë këtu akoma edhe domate, një domate të cilën e kam thyer në pure. Hedhim edhe domaten. Me që nisëm, le ta didisim këtë recet, sepse do ju lë në ashtu, do me thënë, të prisni në akt, ndoshta. Anvisa të thonë që shikoj, çfarë do na bëj tjetër? Surprizë. Shika. Të surprizohen. Se vërtet, shiko, kemi gjëra të mira. Kemi dhe një supë. Shohim çfarë kemi këtu. Edhe vrasti mendjen, çfarë Katerina do të gatuaj. Tani kemi 2 receta këtejna. Veç se të lutem Anila, më vendos pak të tenxherën me kam ujë, kam vetëm që të valoj, se dua të valuar. Po, të valoj. Çfarë kemi këtu? Selino, majdanoz, koper, karota, cafie preshi, qep të njoma, brokoli, patate. Kjo i bie që është për një recet. Ola nuk do na duhet këtu, jo? Jo. Nuk janë të recetës. Ato janë dhe vaj mungon atje. To i kemi. Tani këtu përderisa kemi mielin. Vaj dhe limon në fund fare. Ndonjë sup do jetë kjo. Sup, por në një mënyrë tjetër. Në një mënyrë tjetër. Si e thonë, sa të rojmë, do mësojmë. Okej, tasi mbuluar me pecet dhe mielli Ola afër për çdo përdorim, na tregon që këtu do të kemi një recet me brum. Po, edhe këtu do të kemi majdanoz dhe kopër. Edhe këtu? 2 tufza majdanoz, këtu. 2 tufza majdanoz, më falë kopër, edhe një majdanoz. Shikoni se sa i freskët që është. Do bëjmë sanduiç? Po, do bëjmë sanduiç. Vaj gjeta. Do me kemi salatën jeshile, të palosura, domate edhe djath. Ndërkohë që Kati ne po lodhemi kohë sepse në titra poshtë ekranit pas ka qenë gjatë gjithë kohës që do gatuajmë në sot dhe se kemi lexuar. U lodhëm kot. U lodhëm thua. Po mirë. E mirë. Hajde shohim recetat pra. Shohim përbërësit se çfarë do të gatuajmë sot. Speca të kuq me mish të grirë, ves dhe limon, receta që ka nisur nga puna me skuqen e mishit, me erzat edhe me majdanozet dhe kopër që u shtuan. Tani na duan
8 speca të kuq mesatare, 900 gram mish të grirë, 1 qep, 1 thelpi me hudhër, 1 domate, 4 lugë supe oriz, 2 tufë zakopër, 1 tufë majdanoz, 1 lugë çaj piperi kuq speci, 4-5 lugë supe vaj, kri piper, 1-2 kokra vezo, vital dhe 1 limon. Shumë mirë, Anila. Ndërkohë... Ta lexoj dhe supën me që e kemi në ekran? Po, lexoj. Supë me perime, na duhet 2 qep të njoma, 1 presh, pjesa e bardhë e tij e gririmët, na duhet 1 patate, 1 brokoli e vogël, 1 karot, 1 tufë majdanoz, 1 tufë kopër, 1 dek selino, 4-5 lugë vaj, lugë supe ose gjelle siç e quajmë, ndryshe me vaj ulliri, 1 lugë çaj mix erzash ose 1.5 litra lëng pule. Ose uj duhet jetë, do më thënë lëng pule, uj të aromatizuar me erza, ose thjesht uj nxehtë. Po, kri piper edhe 1 limon. Do të them pse. Po, kemi tjetër për të Kemi dhe një. Kemi të piteve. Këtë të piteve, po, pite të palosura, 500-600 gram miell për çdo përdori, mielli ola nga kompania Atlas, 1 filxhan çaj qumësht, 1 filxhan çaj ujë, gjysmë filxhan çaj vaj, 1 lugë çaj maja pluhur, 1 lugë çaj sheqer, 1 lugë çaj krip dhe 1 e verdh veze o vital. Pitet ne do t'i mbushim. Do t'i mbushim në fund, po do t'i mbushim me prosciutto, me djathë, me mënyra të ndryshme, për shembull. Kemi bërë edhe pitet të palosura më 4, kemi dhe ato që është më 2, që mund t'i bëjmë do me thënë shumë mirë, s'kemi nga i salami tjetër, i së s'ka gjë, do vendosim nga këto që kemi. E po, jemi dhe përfundimit, i kemi në frigorifer në fakt. Kemi në frigorifer, që bëhet në salqiqe se u pëlqenjë shumë fëmijëve që t'i bëjnë ashtu me majonezë, do t'i nxjerrim pastaj kur dri momenti. Ose mund të vendosin edhe këto gjëra të tjera. Një përmbledhje të shpejtë këtu për recetën, edhe me njerë kaloj aty sepse më shbër dhe ujë gati. Pra, fillimisht, mishin e grirë, qepën, kavërdisje të mirë të dyjave këto përbërës, kemi hedhur krip piper, faktikisht kam edhe pak piper të kuq, nëse keni turmerik, pak rigon, çfarë mund të keni, do me thënë, erza që juve u pëlqenë në shtëpi dhe i shkojnë mishi të grirë. Ndërkohë, kemi shtuar orizi, kemi shtuar 1 domate të grirë të në rende ose edhe në makinë grirëse, kavërtisje të mirë dhe më brapa kemi shtuar edhe majdanoz edhe kopër. 2 kopër, 1 majdanoz, për t'i dhënë, si tuash, një arome edhe në shije dhe i shkon më tepër. Ndërkohë, kam shtuar dhe pak lëngje, do me thënë as gjysmë filxhani, dhe e lë kështu që të më përfit pak lëngje, sepse duhet të mbushim specat. Dhe më mbrapa do të vendoset në furr, duke shtuar 1 filxhan, le ta kem këtu ujin e ngrohtë, 1 filxhan ujë të ngrohtë, dhe do ta lëmë në furr që të na piqen, dhe pasi do të na piqen dhe do t'i nxjerrim nga furra, do të përgatisim një salcë me limon dhe me vezë. Vezë dhe limon. Shumë mirë. Që bëhet shumë e mirë, me lëngje që do dalin nga zjerja. Dhe e lëm atë për momenti sa që të më bëhet gati, do me thënë ajo, dhe themi këtu të supa. Pra themi një supë të lutem veç se vajin, Anila. Po, pa tjetër, urdhëro. Zakonisht ne suprat i fillojmë në ujë të ftohtë. Kjo lloj supe, sepse janë ato që bëhen trajt kremoze, kur neve suprat i duam që t'i kemi kështu si që janë në copza, për të ruajtur atë ngjyrën e tyre, formën e tyre, valojmë ujin ose lëngun e mishit ose lëngun e pulës dhe vendosim me njëherë perimet që kemi përzgjedhur. Pra do të thot, dalë ta kulloj këto të dyja, sepse brokoli letë më ngele, se do ta jetë pak më vonë. Po, sepse do më pak kohë për të uvluar. Patatet i ruajmë gjithmonë në ujë. E Gjelanila që do ta kenë një lloj kohë, kështu që atëherë fillojmë me pataten. Po. Kështu nuk ka nevojë. Pataten, le të hedhim vaj, gjysmën e sasisë së vajit e hedh tani. Kripën dhe piperin. Kripën dhe piperin, urdhëro. Faleminderit tani. Të lutem Kati. Krip, edhe piper. Dhe tani këtu, ato që ju lexoj Anila pak më përpara. Qep të njoma, presh, karotë dhe mix, do me thënë këtu kam majdanoz edhe kopër, dhe këtu kam selino. I hedhim të gjitha një herësh. Kështu që edhe brokoli do hidhet një herë, sepse thash që kjo na 20 minuta do, dhe bëhen të gjitha gati. Ujin duhet jetë i valuar, tam lëng mishi ujë ose lëng pule. Brokolin do ta kemi kështu të prera në lule. Dhe pjesën e kërcelit të brokolit, sigurisht që e dini që dhe ai konsumohet.
Kështu si që kemi, do të lëmë që të zje, për 20-25 minuta do të shikojmë dhe do të kemi gati. Pra kjo është një tjetër lloj supë me shumë vlera ushqimore, ruajmë këtë ngjyrën jeshile, vlerat që thash të perimeve që neve kemi përzgjedhur, dhe bëhet shumë e shijshme dhe e shëndetshme. Besoj se do të më kuptoni, kur kemi vendosur gjithë këto gjëra brenda, domethënë që janë me plot vitamina, kështu që në fund me vaj ulliri edhe lëngun e limonit. Dhe kemi një supë të mrekullueshme për tani që sot është edhe kohë shiu. Më duket se s'ka filluar shiu. Ne jemi brenda në fakt. Nuk e di po vrentur se tani nuk e pa. Supa është gjithmonë e domosdoshme, pavarësisht stinës, pavarësisht motit. Supa është forma më e mirë për të nisur një vakt me zarzavate, sigurisht diferencën nga dimri në verë apo në pranverë bëjnë edhe perimet e stinës që zgjedhin për ta përgatitur. Gjysmë vendosje të kapakut, jo të plot. Okej. Pse gjysmë se ka dhe jeshillëqe aty brenda. Po, ka jeshillëqe, kështu që dua që avujt mos më ngelen edhe të bien mbi jeshillëqe dhe t'i nxij, po dua domethënë që avujt të mbajnë aq sa duhet brenda dhe të ketë mundësi domethënë të ajrosë tenxheria. Me qëllim që mos të më nxjihen perimet që un kam vendosur brenda. Okej. Pjesët e jeshillëqe. Do vazhdojmë me speca, do t'i mbushim apo do merremi me Do vazhdojmë me speca t'i mbushim, sepse pitet, ç'është e vërteta unë kam vendosur këtu që të më vinë. Dhe do t'i lujmë, do t'i lëm pak edhe pak. Do t'i lëm edhe pak që t'i lujmë me pak të verdhën e vezëve. Kështu që do mbush këto. Atëherë mbushim specat, kështu që japim kohë edhe specave, besoj t'i vendosim në furrë derisa të vi momenti për të Kjo mbushja bëhet shumë e mirë. Edhe ajo që shoqërohet në fund fare, këto i kanë atë shijen e ëmbël, i pastrojmë. Mundohemi domethënë që të hedhim mbushje të vejt deri në fund fare. Do shta të ndorën unë edhe nuk i ka planin. Nuk ka planin. Ja, do të mbaj unë tani janë dorën. Dhe s'kan fajqunat, sepse unë e tunë që të vej mbushja në fund. Po. Prandaj e tunë. Mund përdorni edhe bishtin e lugës. Që ta ngjeshni domethënë të vej. Ja. Bëjnë shumë të mira, shumë të shijshme, e dini që këto specat e kuqe kanë shumë vlera ushqimore, edhe madje më shumë se dhe ato jeshilet, kështu që është mirë t'i përdorim her pas here, përveç se i përdorim dhe i përgatisim turshi, edhe në këtë mënyrë bëjnë shumë të mira dhe shumë të shijshme. Një tjetër lloj gatimi. Të marrë një luk tjetër. Të duhet të ndihmosh pak. Po, që të ndihmoj që të më vej më poshtë. Se duhet të mbushen mirë. Pak oriz kemi hedhur, më shumë janë këto mishri dhe erzat. Në oriz, sa për të thithur ato lëngjet. Edhe për shije në fakt. Po, patjetër. Zakonisht në përmbushjet e tjera, neve këtë pjesën e hedhim të gjithën, domethënë, edhe në pjesën e tavës. Unë nuk do ta hedh, se më duhen lëngjet, që do të bëj atë salcën me vezë, kështu që këto mund t'i zijim kështu më vete, nëse na ngelen, në një tenxhere të vogël, dhe e servirim bashkë me pjesën e saj, po zakonisht e llogarisin, domethënë që të gatuam aq sa duhet. Nëse na tepron, fundi ja shtem dhe një spec. Po. Ose i mbushim pak më bollshëm. Nëse kemi më pak, i mbushim pak më pak. Bëhet ajo ndarja edhe mes zakonisht. Po, patjetër. Ne vendosim edhe kapakun. Edhe vendosim edhe. Specat janë gati. Tani, këto vendosen kështu në furrë, pa dhe salca hidhet në fund, si veprojnë? Tani vendoset kështu si që është kjo në furrë, se më ka i kapaku kësaj. Ashtu. Vendosen në këtë mënyrë. Këto do të mbaj, nuk do të vendosë brenda, ta vendosim në një... Kemi një tenxhere të vogël, ta bëm të zihem edhe ta kemi për ta serviru. Okej. Më përpara,
Do të hedhim pak vaj sipër, do të hedhim edhe krip, edhe piper, specave. Piper. Dhe në furr. Edhe në furr patjetër. Duan kohë zgjatje faktikisht për të përgatitur. Një 35-40 minutë me patjetër. Në furr, a? Po. Gjatë pjekjes do lëshojnë lëngje, do ta shikoni që do nxjerrim ca lëngje, të cilat kanë atë ngjyrën e pigmentit të specit, ngjyrë të kuqe. Okej. E kemi gati për ta vendosur. E vendosim në furr dhe ne do ta rikthejmë recetën me vazhdimin e saj në pjesën e dytë, ashtu sikur se bëjmë gjithmonë. Pra kemi kohë mjaftueshëm në fakt për të nisur një tjetër recetë. Supën ne kemi vendosur për të zier, pra kemi bërë një miks të zarzavateve së bashku, edhe i kemi lënë në tenxhere. Ta vënëçojmë në furr dhe pastaj do merremi me pitet. Çfarë do bëjmë tani? Me pitet do merremi. Okej, sepse kemi kohë. Brumin e piteve do ta bëjmë më mbrapa, Anila. Po, do merrem me brumin që kemi këtu gati apo me pitet e ardhura në? Pitet e ardhura do t'i bëjmë një. Okej, recetat me brum e dim tashmë dhe kështu funksionon në studio që të respektuar ato hapin që i duhet zënja e brumit, ardhja e brumit, pritja, mbushja e tjerë, gati i nis nga fundi. Megjithatë, në asnjëherë nuk lëm pa ju treguar se si përgatitet edhe brumi, apo cilët janë produktet që ne zgjedhim për të gatuar, kështu që në rastin e piteve të mbyllura që do të sjellim sot, ashtu sikurse pam edhe në recetë për bërësit, pa diskutim që vendin kryesor në recetat me brum e ka mielli, kështu që është mielli për çdo përdorim që edhe këtë herë do të jetë i preferuari ynë për të realizuar këto pitet shumë të shijshme që mund të jenë edhe për t'i marrë me vete në shkollë, në punë, mund të jenë edhe për ato daljet e fundjavës, gjithmonë kur gatuhet vetë në shtëpi, ka një shije tjetër, sado që në treg gjejmë gjithçka sot. Ndaj mielli Ola nga kompania Atlas na ndihmon që ne të realizojmë jo vetëm këto receta me miellin më klasik siç është ai për çdo përdorim, por edhe me të gjitha llojet e tjera të varianteve të miellit që vjen në treg dhe ne i kemi shijuar e testuar bashkë me ju, ashtu sikurse edhe ju jam e sigurt që i përdorin në familje dhe në shtëpitë tuaja sa herë që gatuani, qoftë në miellin e misrit të bardhë apo të verdhë, mielli integral, mielli për pica, mielli farina që ka brenda gjithashtu edhe pluhurin fryrës dhe aromat e preferuarat kekut apo të ëmbëlsirave, siç është portokalli, vanilja, çokolata e të tjerë. Zakonisht në realizimin e recetave, duke sikur shkojmë bashkë në fakt, qoftë kripura apo të ëmbla, kur themi pita apo kek, ja, u dëgjua kërcitja e vezës. Katja nisi me vezën Ovital, që po ndan të bardhën nga të verdha. Të lutem atë që kam ato Anila, sepse duhet të lyej. Atjetër. Okej. Ato pitet nga sipër do të shkëlqejnë e do të marrin më shumë shije se do të lyen me të verdhën e vezës. Veza Ovital është çdo ditë pjesë Vila 24. E kemi gjithmonë një kuti Ovital në frigorifer, qoftë 8, 10 apo 15 kokra, vezën e kuqe, vezën e bardhë, ka një cilësi maksimale, na siguron për një mirë ushqyerje dhe për në furnizim 100% të gjitha vlerave ushqyese që veza përmban, kështu që dhe ne, ndaj nisim kështu me energji ditën këtu, se marrim të gjitha vlerat e nevojshme ushqyese që në mënyrë të veçantë mëngjesi i kërkon. Të bëjmë pite, të bëjmë sanduiç, të bëjmë thjesht një tost në shtëpi, mjafton të kemi tonat, qoftë një proshut, qoftë një pancet, qoftë kofshën aty mosur, bira, turisti artizanal, salcice të thjeshta, të tymosura, të mbushura me djath, me mishin që ju preferoni që nga pula e deri tek miksimi i tyre, kompania tona në tregun shqiptar vjen me mbi 80 produkte të ndryshme që do thot nuk mungon asgjë, mjafton që ju të zgjidhni shijen tuaj të preferuar. Kati, e di që të mora pak kohë, po më thuaj shkurtimisht se duhet të shkojmë në reklama. Thjesht unë këtu kam këtë, do me thënë, mbetjen që na ngeli, e vendosim në tavë,
më vete, sepse thash që dua nga lëngje që do dalin, neve duhet të përgatisim atë salsën. Kështu që nuk na shkon dë mas ajo që na mbetet. Vendosim edhe këtë mëngjan që ta kemi shoqëruese. Pjesën tjetër të gatimit, edhe lyerjen me të verdhën e vezës, bërjen e brumit, palosjen e piteve, përfundimin e supës, ne do ta kryejm kur të kthehemi, sepse tani është momenti Kati na thon për reklama. Kështu që i themi kur të vim gjërat e tjera. Ti vendosim në furrë që ti kemi gati. Okej. Thjesht lyerje do bëjmë dhe do t'tregojmë më mbrapa neve se si kemi arritur deri aty. Okej, shumë mirë. Atë do të bëjmë. Shkëputemi për publicitet, ju presim në kuzhinë. Ju mos u largoni. Tani është momenti që të përfundojmë recetat që kemi nisur sot, kemi bërë speca të kuq të mbushur, i kemi në furrë të nxjerrim pas pak, jemi në përfundimin e supës dhe do të mbushim edhe ato pitet që kemi vendosur në furrë për të pjekur. Janë gati. Po, jo, s'ka gjë. Ç'ndjes Kati. Janë pjekur, kështu që është momenti ti i tregojmë edhe ti mbushim mund ta bëni ju sipas dëshirës. Ja, të naftohen. Të nxjerrim edhe speca tani, se duhet të bëjmë edhe atë salcën që tham, po. Salcës. Edhe specat nëse janë bërë, i nxjerrim nga furra. Janë bërë dhe speca, shiko. Sa mirë. Shumë të Po mira. dhe ai lëngu që the. Po dhe lëngu që thamë që do ta kullojmë në një enë. Ja se e kullojmë këtu. Sa të mira këto. Ato bëjnë shumë të mira. Edhe janë shumë të kënaqshme për fëmijët, por jo vetëm. Si tani të heqim këtë lëngun një herë. Kati ajo është Jo, s'ka tepër e gjë. nxehtë. S'ka gjë le tjetë, na njeh neve. E shkon ajo ngjyra Po. e specit. Pra ne i shtuam pak ujë para se t'i vendosim në furrë dhe E marrim atë. ka lëshuar edhe gatimi, mbushja, edhe speci atë aromën dhe shijen e vet. Tani, neve për masën që kemi një vezë do hedhim faktikisht, sepse dy janë shumë. Ndihmoj unë, mos na ndiqesh. Ja, të marrim një këtu. Një vezë, okej. E hedhim këtu. Dhe shikojmë nëse kemi në rregull dhe sigurisht që jemi të sigurt që kemi në rregull, tani do të hedh edhe pak limon. Ti bëjmë kështu praktik. E përzijem fillimisht. E do shumë limonin, se pjesi e ëmbël pjesa e specit. Po. Edhe limoni bën atë rregullimin, kështu që do ta hedh se i vogël ishte. Do ta hedh të gjithin. Do t'i hedh edhe një majs krip. E trazojmë mirë që të trazohet mirë e verdha e bardha bashkë me limonin, e pjek limoni dhe ajo që do t'a pjeki akoma më shumë do t'jetë lëngu i ngrohtë. Nëse nuk jeni të sigur për punën e vezës, mund të ta hidhni salsën dhe ta vendosni edhe për 5 minuta në furrë. Por që neve vezët tona i kemi të sigurta dhe me këtë bëhet ajo, si thuash, ajo pjekja e vezës, sepse aq temperaturë dhe aq kohë do. Por juve thash që nëse doni mundet ta vendosni përsëri në furrë. Dhe ja ku kemi një mënyrë ndryshe të gatuarit të specave të mbushur. Bëjnë shumë të mira, janë shumë të shijshme, një recetë e plot. Po, e vërtet. Kështu që do merremi me supën tani, çfarë do të bëjmë apo të mbushim një sanduiç, një pite të mbyllur? Tani ta hedhim dhe supën me qeshë sepse kam fikur unë. Dhe e kam gati edhe supën. Atëra, Kati, unë po të ndihmoj, po s'postoj pak gjërat ti, urdhëro. Faktikisht këtë e kisha marrë për të vendosur speca. Okej. Specat i lëmë aty ku janë në tavë, si mendon? Leta lëmë, nuk më pëlqen tava mua që është ashtu. Se pikohet. Mirë, si të dëshirosh ti? Ja, do shikojmë. Do shohim si t'jemi me kohën. Me kohën jemi ajsa për t'i mbyllur gjërat, por pa ngut.
Ja, dhe supa plot shije, edhe vlera ushqyese. Plot shije, plot vitamina, me pak limon, pak vaj ulliri në fund fare dhe që të hani. Shijojeni dhe do më kujtoni. Ose e jo gatueni në fakt, Anila. Urda? Ta gatuajnë. Ta gatuajnë, pa tjetër. Se unë i tha shijojni këtë më kujtojnë. Por ato duhet ta gatuajnë. Duhet ta gatuajnë që të më kujtojnë. Kështu që... Vendosim diku këtu. Okej, të lumë shënduart. Faleminderit e dashur. Dhe kjo është një gatim i veçantë, do me thonë, këto spesat e mbushura. Tani, hajde me vrap të shofim se që do bëjmë këtu për pjesën e sandwichve. Okej, do marrim një... Shiko, një pjesë është, do me thonë, ky. Këtë doja unë ato salqicet që i vendon që mund t'i vendosim në formën e një hot dogu. I vendosin, po, si hot dog këtu, dhe i mbushin. Por jo se nuk mbushen edhe me këto, do me thonë, salatën i jeshile. Shika, ndërkohë që ti rregullon pjesën e salatës jeshile, janë të ngrota tani, gjynaf edhe këto që mund edhe të na fyshken. Ne kemi salqicet e tonës, kemi salqicet e pulës në frigorifer. Djath kaçkavall kam, por ky djath i kaçkavall është i grirë, kështu që nuk na prish punë. Përkundrazi tani do na shkri nga pjesa e të vëmë edhe ndonjë fetë. Na nxjerr ndonjë sallam, Anila? Do sallam apo salqice? Nëzora salqicet unë, të ndaj kështu në mes? Salqicet duham të ti pjekim, nuk duha t'i vendos kështu, do me thëmë dashur. Na jep në një proshut. Proshut? Nga këto. Këto këtu? Trumbulla këto. Këto? Po. Proshut kofshe. Okej. Se na djegin edhe... Ska gjë, bëj me proshut me që të ndodhet në shpi, moj zëmrajme nuk është... Po, pa tjetër, me që të kemi në shpi, tjeshe të bëjmë bukët edhe me djath, me salat jeshile, me domate, ma dhe kështu si që kemi është e shkëllqyër, do me thënë ja, me këtë mënyrë. Atëre, ishtojmë edhe pakës. Sajmi, shiko. Pjekur nga të dy anët. E mbushim edhe me... Kisha sill një pjatancë që të vendosnim këto, po... Përdore të pjatën e specave, se unë mendoj specat i vendosim këtu ku janë, unë po i kthej salqicet në frigorifer, se i kemi të hapura. Ja, po i vendosim edhe. Dhe t'i ruajmë freskët. Dy feta me proshut. Edhe jemi në rregull. Edhe të lumë shënduart. Janë sa mirë. Ja, i ku e para. Tani, doni pak majonez, doni pak majonez që mund t'a bëni vetë, që mund t'a bëni me avokado, me dy vetë të zjera, një salsë që mund t'a pregatisni vetë në shtëpi. Tani, të bëjmë edhe këtë me xhepa. Këtu, tani, i kemi vetë ato. Hapsirat. Që do të bjere për shumë të Manila, më kurseve. Më ndo vazë të bëje vetëm një. Po jo më ju, ta bëjmë edhe një kështu me xhep. E bëjmë dhe një me xhep, pse jo? Ta vendosim. Një fet këtu, u bën dy skaq. Këtu, në mes të vendosim salat jeshile. Pakës domate, si të dëshironi, me djathë të bardhë, me ndonjë flet rukole. Ne këto kishim, këto vendosëm tani. Me ndonjë kastravec. Si mbush në ju në shtëpi për vete e për fëmijët. Si të kenë qef. Si e bërëm si boqe me lule. Shumë nga në shma. Të lumë shënduart, Kati. Wasa e mirë. Të lumë shënduart. E vendosim edhe atë në pjatë, sepse është momenti, po, bukur. Prandaj kuzhina do ide, do... Ti vendosim dhe i qikë këtu se kemi këtë... Kemi hapsir, po da jo është edhe ngrot akoma, da i djathi bëhet akoma më i do shkri, edhe Gjullia na e merë shkëllqysh. Ashto. Ti themi mirupafshim tani zonjave dhe zotrinve? Jetë marrë një qikë bukur këtë Anila se... Se ka me merak, nuk ikën Kati pa e Po pare jo, e kemi me merak se të na i nxerin bukur, hajde kush e merë? Muli, Gjullia, Lani, kush e merë, Ani? Shpejt. Ja, se po e vendose. Wow, bo. Tani s'kam fa ju. Kush e ka bërë këtë foton e bukur? Gjeje. Nga në vjen plani. Duhet të lënë në plan, do me thënë planin e fundit. Nga kush erdi, tani nga Muli erdi. Ja e zgjidhim pastaj. Faleminderit Muli për këtë, si tuash foton kaq të bukur dhe të mrekullueshme. Kati të lumë shënduart. Faleminderit e dashur, faleminderit kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja sepse edhe këto specat në përgatitje në një mënyrë ndryshe do të dali e shkëlqyer dhe mënyra e supës së përgatitur sot që nuk i
vendosëm në ujë të ftohtë, por i vendosëm në ujë të valuar që të na zihen, sepse duam që perimet të mbajnë vlerat e tyre në brendësi, të mbajnë atë freskinë e jeshillëkut të klorofilit që them unë, që bëhet gjatë procesit të fotosintezës, temi edhe diturin. Na i ktheu Kati orë mësimi tani këtë. Miru pafshi, galoshi bukur. Kati të lumshin duart, faleminderit. Nesër do jemi bashkë që në mëngjes, që në orën 9 me të tjera receta. Ju sot mbani shënim çfarë pak më vonë keni video në YouTube. Ju bëf të mirë çfarëdo që keni gatuar sot për drek. Nesër në orën 9 unë dhe Kati jemi këtu në kuzhinë. Patjetër.